Fatus Behari, portieri i Vllaznisë, ishte pika kryesore në mbrojtjen e rrjetës derisa u dorëzuat në një gol të vetëm në pjesën e dytë. Nuk ishte, faleminderit, Gac. Po merita ishte e tonë ekipit, jo vetëm e jam jo. Thjesht na bë me detyrën. Ishte një ndeshje që e kishim përgatit gjithë javën mas miret. Me këtë fitore, pothuajse ne jena një hap drejt finales të Final Fourit. Një pjesë e parë shumë e dominuar, ishit fantastik në fushën e lojës, por një rënje, mund të themi jo e vogël në pjesën e dytë. Çfarë ndodhi në pjesën e dytë? Nuk ka se ndodhi në një thjesht për të ruajtur rezultatin e 4-0. Gjithmonë ky sport është i pa besë dhe shënunën shku me 4-1 maneu i dhame edhe një marsh më tepër, derisa shku me bëme 2 gole dhe shku me 6-1. Behari, jeni një nga lojtarët më me përvojë kampionatit shqiptar, keni provuar të luajtur në skuadra të tjera, megjithatë duket se po e shihoni këtë eksperiencë tek Vllaznia as më tepër me titullin kampion. Po, kam theksuar edhe më përpara në intervista të tjera, është hera parë që shpallem kampion. Me edhe shqyrë që shpallem me ekipin e qytetit tim. Ndeshja e radhës për ekipin e Vllaznisë? Me forcat e armatosuna. Në transfer? Besoj që do ta bëjmë Shkodër përsëri, se nuk kanë ambient. Pa 2 palve. Duket që skuadra është dorë gati për të mbrojtur titullin kampion. Po, me ky ka qenë synimi i vetëm i ekipit të rikonfirmona si kampione e Shqipërisë për këtë disiplinë. Fatos, ka as kundërbutit tuaj, Vllaznia po promovon dhe kundërbutin tuaj po rrit një portier të talentuar të ardhmes si Maldin Tafa. Maldini është një djalë që është 23 vjeç, është përsparit në këtë disiplinë, por me një të armet shumë të shpejta i ka me zëvendësu denjësishme. Që do të thotë që porta e futsallit është e garantuar. Garantuar. Faleminderit. Faleminderit juve. Suksese. Faleminderit.